Organizatorët dhe stilistët më të mirë të letërsisë shqipe vllazë korektare bile dhe të bënim një ftesë për vizitë në Kosovë që fatkeqësisht gjuhë arkaike që ai e funksionalizon artistikisht. Lushnja ka dhënë edhe krijues të tjerë, unë kërkoj ndjes që mund të harroj dikënd dhe politikë Shqipërisë jemi rritur me këngët e saj, me zërin e saj. Jo vetëm Shqipëri së brendshme. Unë praktikisht nuk doja të ndaleshen, sepse profesor Vilca Të gjithë e takojmë kur na nxjerr Lia në flok. Sargjiti ish i burgosur të madhen Vacezelo, divën e muzikës së letë shqiptare. Në atë rast kam kaluar dhe në Lushnjë dhe ruaj në kujtes një qytet. Lushnja ka dhënë personalitet. Ti uroj mirëseardhje në Lushnjën tonë dy profesorëve të nderuar nga Struga, por edhe nga Prishtina. Është vërtet kënaqësi që jam pjesë e këtij aktiviteti, por patjetër që t'jem edhe midis njerëzve intelektual, krijues të qytetit të Lushnjës. Kur Emineja më prezantoi disa muaj më parë projektin, patjetër që e mirëprita me shumë kënaqësi, sepse nuk ka më mirë se sa të promovosh talentet e reja krijuese dhe ku më mirë mund ndodhte se sa në Lushnjë, ku profesor Agimi i bëri një përshkrim shumë të bukur se sa me fat jemi ne në Lushnjë që jemi të begat në të gjitha fushat. Unë doja t'i uroja shumë suksese të gjithë të rinjve që u bën pjesë e këtij aktiviteti, por patjetër nuk mund të lija pa falendëruar dhe Eminen, e cila që në momentin që është bërë kryetare e degës shkrimtarëve të Lushnjës, i ka dhënë një pamje tjetër kësaj dege, jo vetëm duke mbushur me shumë aktivitete, jo vetëm në sasi, por patjetër edhe në një cilësi shumë të lartë. Dhe patjetër që unë si institucion i bashkisë, por edhe unë personalisht do vazhdojmë ta mbështesim, sepse duam që nga ky vend i begat siç është Lushnja jon, të vazhdojmë të mbesemi në plejadën e atyre artistëve, por patjetër dhe të shkrimtarëve që gjithkohë kanë qenë në krye jo vetëm të Lushnjës, por patjetër dhe të Shqipërisë. Ju uroj shumë suksese dhe shumë përgëzime për këtë aktivitet.